Jemi në What the Fun Live! Si të shikoni këtu me një studio të re! Eksaktësisht. Kjo ishte surpriza që kishim përgatitur për 2026. Kemi shkruar dhe kemi ngjitur në mur emrat e banorëve dhe atyre që kanë punuar për Big Brotherin dhe kanë përbërë live. Po. Dhe do i diskutojmë me radhë. Po, absolutisht. Dhe pyetja e parë që ne do ta nisim është pse u largua Alba nga Big Brother Kosova? E di unë përgjigjen. Se unë di çdo gjë. Po ti po. Për të vendosur Shamin. Ja. Unë këtë se di se disa kanë thënë që është skenariostës. Por, unë kam kontaktuar një të afërme që ka folur me Albën ditët e fundit, më tha që Alba ndodhet në Strug te familja e saj. Okej. Në gjendje të mirë sipas Albës, po kjo shoqja më tha unë nuk më duk mirë, nuk më duk mirë. Si ti duket mirë me ato fjalë që thotë. Por më tha që pjesa e Shamis ishte e gjitha e vërtet dhe nuk ka qenë skenar. Nuk ka qenë skenar? Paktën kështu thot e afërmja e Alba Pollozhanit. Pra pas kanë pasur të drejtur. Po, për të paktën këtë pjesë jemi të qartë, por sa të qartë jemi ne për marrëdhënien me Limin që ajo ka pasur në Big Brother, dhe për këtë arsye unë vendosa të telefonoj Olca Muhametin. E vendosë kështu si të erdhi vendosja. Mendoj që më erdhi e ndjeva brenda. Shiko, jam kurioz të di reagimin që Olca Muhameti do bëj për deklaratën që Limi tha, pra Limi tha ishte skenar. Një deklaratë shumë të fortë. Në episodin e kaluar të What the Fun Live. Atëherë, le ta marrim Olca. Me sa duket Olca shumë. Me sa duket duke nxjerr Limi. Ka skenare. Jo, tani Olca do e fusit e ky Shqipërisë. Shiko, ka një problem shumë të madh, sepse me sa kam marrë vesh unë nga zogjtë e mi dhe informatorët e mi besnik, më thanë që Olca dhe produksioni Big Brotherit ka hedhur në gjyq Limin. Seriozisht? Për çfarë? Për telefonatën që bëri te ne? Për telefonatën që pati këtu tek ne. Limi të kërkojmë ndjes, po ne punën tonë bëm vlla në fund ditës. Ai shkreti hyrin Big Brother, doli nga Big Brother, i mori në gjyq, tha hajde ai e gëzuar. Nuk e besoj që Olca të shkoj deri ai se ka marrë atë çka ka dash nga. E vërtet, sepse ka pasur disa banorë që kanë folur kundër produksionit dhe kundër Olcës dhe nuk Jasmina, ka rastin e Jasminës që doli në disa studio televizive. Por tani dua ta kalojmë pak temën tek Big Brother i ynë këtu. Patjetër. Tek ky shqiptari, a e patë reagimin që bëri Gjesti për situatën e Selin dhe Gimbos? E pam. Unë u habita një që Gjesti ndiqte Big Brother, zakonisht ai që fitojnë thonë kur e pyesin a ke ndjekur, nuk ka. Unë nuk u habita që e ndiqte, sepse normalisht që do ta ndjeki se shoku i tij aty brenda, unë u habita që Gjesti reagoi. Po, reagoi publikisht. Reagoi për herë të parë kur tha se do publikonte një këngë e cila ishte një dedikim për vëllain e tij të ndjer, dhe më pas reagimi i dytë që pati ishte pikërisht për Big Brotherin, pra me sa duket edhe Gjesti është investuar në Big Brother. Është investuar, po besoj ai po e bën këtë si një rikthim të tij të ngadalët. Pra ishte kënga e para, pastaj Insta Story dhe kështu do vijoj, besoj edhe me postime të tjera dhe me këto të tjera. Duke parë pak a shumë se si u shfaq ai gjendja e tij emocionale, mendoj që ai është më mirë, pra e ka marrë vete. Shiko, por unë mendoj që ne duhet ta rikthejmë Gjestin me Gjesti në studio. Shiko, fizikisht nuk e rikthejmë dot, por mund ta marrim në telefon sepse me burimet tona i kemi gjetur numrin, kështu që le ta telefonojmë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si e? Jam Fatosi nga Andale, të telefonojmë live. A është ky numri i Gjestit? Po flas me Gjestin? Jo, jam pjesë e menaxhimit të tjetër. Po kuptoj edhe një kush ke? Fatosi nga Andale Media, nga Tirana të marr. Po, orna. Thjesht donim të dinim nëse Gjesti mund kishte një prononcim për Gimbon dhe lojën e tij në Big Brother? Momentin që na jena të gatshëm për një prononcim ose diçka, besoj që jena në kontakt. Okej. Në rregull. A mund të bëj vetëm një pyetje, si është Gjesti tani? Mirë. Është mirë, na bëhet shumë qefi dhe uroj më të mirat. Faleminderit. Shumë faleminderit, suksese në vijim me projektet e reja. Pra, si duket ishte në linjë menaxheri i Gjestit. Nëse rëndësi ka, pavarësisht se nuk do të prononcohet, rëndësi ka që të jetë mirë. Po, e vërtet. Kjo garantë. Tani unë dua të komentoj se ishte aty, po
Si? Ai më duk që ishte aty se po gjeja zëri. Ai ka dhënë menaxherit na foli pak. Dgjoj, unë vërtet nga të gjithë personazhet e Big Brother, gjithsesi kur e kam pak pikë dobët për gjithë situatën që i ndodhi dhe vërtet i uroj sukses. E vërtet. Po dua të ndalemi pak te Selin dhe Gimbo. Për mendimin tim, Selin mori goditjen e parë të madhe në Big Brother me atë klipin që doli. Ato e diskutuan para Prime-it me idenë që produksioni nuk e ka shumë mendjen para Prime-it, ama klipi i doli. Shiko, unë mendoj që ajo ishte vështirësia e parë që Selin kishte dhe aty e kuptoi që loja nuk është aq e thjeshtë, sepse po mendojnë që okay, kam Gimbon, kam edhe Mirin dhe tani mund t'i lëviz unë kartat si dua, por aty e vërtet e kuptoi që kur të shket loja duhet të jesh e zgjuar dhe aty Selin veproi shumë. Dhe në dhomën e rrëfimit mbi të gjitha Selin pati një moment që u bllokua totalisht, nuk po mund të artikulonte, nuk po dinte çfarë të thoshte, si të mbrohej, a kishte pëlqim, as kishte pëlqim që unë mendoj që shikoj një energji në ajër ata të dy e kanë. Selin me Gimbon. Me Gimbon, por Gimbon mendoj që mund të ketë pëlqim për Selinën, nga ana tjetër Selina mbase po e shfrytëzon edhe këtë. Po pikërisht pra Gimbo ka pëlqim, Selina po e shfrytëzon, njëri do që Selina ta largoj Gimbon dhe pi thot që hiqe butonin dhe ajo po e krahason Gimbon me një buton, gjë që është shumë e keq dhe i doli strategjia komplet hapur, s'dinte çfarë gënjente dhe ishte një nga ato momente që unë i dhash duart të vitja Harbër Hajdarit me komentin që bëri. Gjithsesi për mua unë mendoj që Selin është një lojtare e mirë, nuk mund të them shumë e mirë, por e mirë. Deri tani ka ditur të shfrytëzojë situata dhe ka luajtur me naivitetin si të mirit edhe të Gimbos. Sado që miri po bën si ujë. Ka pasur dhe një reagim nga familjarët e Gimbos. Kështu që ata gjatë gjithë kohës kanë qenë në suport të Gimbos dhe duket sikur kanë reaguar kundër Selinës, kundër lojës së Big Brotherit. Një tjetër temë që ne do trajtojmë sot është Mateo thumbon Luizin, do shpikësh në një smundje tjetër. Duket se dyshja janë kok më kok. Absolutisht Mateo, kjo ishte ajo që unë mendoja dhe ti më lexove mendja. Jo, më fal, këtu duhet të kundërshtoj sepse Luizi ka sa vite që ka dalë nga Big Brother dhe jam shumë i sigurt Mateo nuk është i pari që ja ka thënë. Sepse është përballë dhe ai e dinte shumë mirë që do t'i thoshte dikush që shikoj se ti ke shpikur një smundje, ke përdorur romancën, kështu që Mateo s'është ka bërë ndonjë gjë, vjen shumë keq Mateo. Ama, po nuk quhet që ka pas këll që ndryshe nga banorët e tjerë të cilët e kanë mbajtur mirë me Luizin dhe e kanë pas frikë në thonjza? Jo frikë, po mbase kanë menduar që do bëhen viral duke pasur komunikim dhe batuta me Luizin. Unë mendoj që si Kristi dhe ata e kanë kuptuar pak a shumë gjithë misionin e Luizit në shtëpi, nuk e konsideroj. Kristi bravo për zgjuarsinë, apo ja tha vllajën dhe është aluduar. Mendoj që është çik intuit. Nuk është dhe një zgjuarsi aq e madhe të kuptosh që përballë dy çiftesh ku Luizi sigurisht nuk është se do qëndroj për gjithmonë aty brenda. Po këtë pra e kuptoi ai. Po pikërisht pra po nuk është ndonjë zgjuarsi e madhe. Produksioni bëri gabim që e futi Luizin si banor vetëm me Tanin se i la hapësirë banorëve të aludojnë. Se Luizi nëse do hynte vetë. Shikoj ka edhe diçka. Ndihet se po ndërpres. Unë mendoj që Luizi me Tanin ka qenë ky kombinimi që produksioni ka dashur krijojë si Luizi me Maestro. Është gjithmonë ai kombinimi Luiz Maestro, Luiz Tani. Pra një personazh që ka dalë. Po, patjetër. Jepi Cezarit atë që takon Cezarit. Atë reagimin e Brigenës që i tha Luizit, ti ke pasur një oponente shumë të fortë si Olta Gixhari dhe ajo i thot oponentja do jem unë, dhe ndërkohë Luizi sigurisht që u kthe me batuta, po Luizi keni vënë një marrëdhënie shumë të afërt që ka me Stenaldon? Me Stenaldon, me Malin dhe me Tanin. Unë po shoh që Luizi nuk po do të bëj lojë, debate dhe strategji ose të prishë strategji. Ai ka hyrë thjesht për të kaluar bukur, për të bërë shaka dhe siç po thoya më parë jepet Cezarit ato që i takon Cezarit, Luizi ka arritur të kthejë disa momente virale dhe meme që ne kemi pas mungesë. Nëse gjithashtu momente virale fani këtë edicion. Përveç kësaj është vënë edhe një rritje shikueshmërisë, domethënë shikueshmëria e Big Brotherit është rritur drastikisht me hyrjen e Luizit. Me të gjitha. 153.000 veta waiting përpara se të nisë Big Brother. Ka arritur domethënë realisht ai njeri mund të shesë në reality show. Po banorët po bëjnë këtë pikpyetje, ose që Luizi dhe i ka ngacmuar pak që a është audienca këtë vit aq lart që ka hyrë Luizi apo ka qenë aq poshtë sa është dashur të hyjë Luizi? Ka qenë aq poshtë sa është dashur të hyjë Luizi, të vini dhe sponsorat të rinj të shtojnë. Mos ta ushtru reklamat e Prime-ja e pat si finale. Aq dhurata sa kanë marrë ata të natë, unë kam mbajtur shënim të gjitha. Kishte bëva kikur që brenda një pjese të futeshin 2-3 dhurata për banorët. Sa të bën Luizi, sa bën Perëndia. Atë që ka ai ndoshta në YouTube me këngët e veta nuk është se po kap miliona, por ama në Big Brother ai shet, kështu që. Përveç Luizit i cili unë mendoj që do dali patjetër se me datë 12 ka premierën e filmit. Por kush mendoni që do jetë konkurrenti i cili do lejë shtëpinë e Big Brotherit?
Tani nga emrat që kemi Brikenën, Gretën, Juelën, Kristin, Krusitën, Mirin, Stenaldon dhe Rogertin. Unë mendoj nga gjithë këto, Juela, is the new Nita Latifi. Po pikërisht është the new Nita Latifi, nuk qëndrona, e di që në afër finale. E di ku është e keqja, se disa Nita Latifi kena atë shtëpi, po që unë mendoj që do të largohet Krusita. Do ma lësh Bajame veto? Ose ma të lutem tash, as ajo nuk po i shet më, tani vjen keq. Ndërsa unë do them një emër tjetër, unë mendoj që mund të largohet Greta, dhe pse do thoni ju? Greta nuk largohet sepse është një lojtare e cila nuk është vënë re, por sepse është duke prishur lojën që Stelina po përpiqet bëj si me Mirin si me Gimbon. Kupton, her pas here ka shumë debate të forta me Selin. Nuk po e lë, dhe produksioni ka nevojë për këtë lojën Gimbo, Miri dhe Selin. Unë mendoj që Greta po mundohet, por nuk di ta bëj, dhe duke qenë se askush më vjen keq, nuk po ja var Gretës në atë shtëpi, thjesht ideja është që ajo po mundohet të gjejë ajo shtegun e vet. E vetmja gjë është ta bëjë nëpërmjet. Mos e ska janë dhe punata o burse, do vjen tani. Një gjë për ta mbyllur, unë mendoj që hyrja e Luizit në fakt produksioni ka menduar për mirë, por unë mendoj që do i bëjë një dëm shumë të madh këtij edicioni, sepse do kuptohet mungesa e atij të martën kur të dalë dhe se si banorët e tjerë do ngelen. Nuk janë të aftë, pikërisht nuk janë të aftë të bëjnë viralitet, të bëjnë shaka për te debateve. Nuk kemi asnjë lloj intrige, nuk kemi asnjë lloj loje të bukur, nuk kemi ngacmime dhe nuk kemi njerëz të vërtet. Por këto gjëra të gjitha i kemi në Andale, prandaj ju duhet të ndiqni Andalen, na bëni subscribe për çdo prodhim tonë. Dhe të na ndiqni sërish të mërkurën live në këtë studio dhe me të rejat më të fundit dhe ekskluzivitete. Kështu që deri të martën, të mërkurën. Ma fal se e Pati, aq sofim tani në gjë çka ka ndodhur. Me vërtet ka? Ándale.